Në një kohë kur integrimi evropian kërkon nxitje të re, Tirana priti për herë të parë forumin e investimeve Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor, një platformë ku politika, ekonomia dhe biznesi takohen për të diskutuar se si investimet mund të bëhen ura më e fortë drejt Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen pati një thirrje të drejtë për drejtë ndaj investitorëve evropian që të investojnë në vendet e rajonit. Plani i rritjes së Ballkanit Perëndimor synon dyfishimin e prodhimit të brendshëm bruto rajonale për dekadën e ardhshme, kështu që mesazhi im për investuesit sot është i drejtë për drejtë, mos e lini t'ju humbas kjo mundësi. Koha për të investuar në Ballkanin Perëndimor është tani. Po çelim disa prej iniciativave thelbësore ekonomike për ju dhe dua të flas për inteligjencën artificiale, dua të flas edhe për integrimin e industrive të huaja në tregun ton të përbashkët. Ndaj sot, po përçojmë një sinjal të qartë sektorit të biznesit. Nëse zgjidhni Ballkanin Perëndimor, zgjidhni Europën. Kjo duhet të jetë motoja jon. That must be our motto. Për kryeministrin Edi Rama duhet kuraj për të kuptuar se Ballkani Perëndimor mund të bëhet stre amortizuese rregullore Europës, një hapësirë për të testuar, për të ndërtuar dhe për të provuar të ardhmen. Ballkani Perëndimor nuk është oborri i pasëm i Europës e as lagja e tij e dorës së dytë, por horizonti i tij i ri, një horizont i ri jo prej muresh e kufish, por horizont energjie dhe imagjinate. Dhe pikërisht këtu, në zemër të këtij gadishulli, dikur përfillur si një periferi, i etiketuar fuqia e barutit e Europës, gjendet një rajon me rritje 2 herë më të shpejtë se sa mesatarja evropiane, që ka një nivel të ulët borxhi, e çka është më e rëndësishme, me një energjisi përmarrëse që nuk i trembet së nesërmes. Le ta themi troç, Evropa nuk e ka luksin të varet nga ajo çka nuk kontrollon dot, edhe në Ballkan nuk mund të kemi luksin të mbetemi ajo çka jemi quajtur gjithmonë, në rastin më të mirë, potencial. Forumi detytor i investimeve synon inkurajimin e dialogut midis investitorëve të rëndësishme, liderëve politik dhe udhëheqësve të biznesit, duke vënë theksin tek fuqia e investimeve strategjike në transformimin ekonomik të vendeve.